Mjeku jep urdhër, ja pse duhet të hani bamje me stomakun bosh. Na ndodh shpesh kur dalim pa ngrënë nga shtëpia në mëngjes të marrim një banane si një zgjidhje për të mos ikur me stomakun bosh. Mirë po, sipas nutricionistëve, banania është një nga ushqimet më të këqija për të konsumuar në vaktin e mëngjesit. Edhe pse janë të pasur me kalium, fibër dhe magnez, bananet nuk janë një opsion i mirë për vaktet e para të ditës. Nëse nuk e shoqëroni me një ushqim tjetër që përmban yndyrra të shëndetshme, bananet mund t'ju ngopin përkohësisht dhe më vonë do ju bëjnë të ndjeheni të përgjumur dhe të lodhur. Bananet përmbajnë shumë sheqer dhe kur sheqeri konsumohet në çfarëdo lloj forme, ai nënshtruhet procesit të fermentimit njësoj edhe si pije të tjera. Dhe kjo bllokon edhe sistemin tretës. Megjithatë, nëse pëlqeni të konsumoni banane në mëngjes, nuk keni përse të hiqni dorë, mjafton të konsumoni një ushqim që përmban yndyrra të shëndetshme, si për shembull kosi dhe më pas mund të hani edhe bananen pas saj.